Gati një vit nga vrasja e Eraldo Nevruzit, ndërsa shërbente si recepcionist te Hotel Grecia në Himar, prokuroria e Vlorës ka komunikuar akuzat për 3 personat e përfshirë në këtë ngjarje, duke çuar dosjen kundër tyre për shqyrtim në gjykat. Sipas hetimeve të kryera nga prokuroria, autori i vrasjes me armë zjarri është pronari i hotelit Gerald Sheu, i cili vetëm pak orë pas krimit është larguar drejt ishullit të Korfuzit. Ai u kap në përpjekje për t'u larguar me avion drejt Londrës, por përpjekjet për ekstradimin deri më tani kanë dështuar. Prokuroria e Vlorës ka kërkuar disa herë ekstradimin e tij në Shqipëri, por i arrestuari argumenton para gjykatave helene se është shtetas grek dhe në rast ekstradimi në Shqipëri atij rrezikohet jeta. Në përfundim të hetimit ndaj Gerald Sheut është ngritur akuza e vrasjes me paramendim dhe mbajtjes pa leje të armëve. Ndërsa për 2 të pandehurit e tjerë, Daniel Qose dhe David Larti, të cilët janë arrestuar dhe kanë bashkëpunuar me policin, akuza është fshehja ose asgjësimi i kufomës dhe kryerjes së veprimeve që zbulojnë të vërtetën. 2 personat e më sipër ishin punonjës tek Hotel Grecia në Himar. Qose dhe Larti akuzohen se ndihmuan pronarin Gerald Sheu që të fus trupin e viktimës Eraldo Nevruzin në një qese plerash dhe më pas e kanë futur atë në bagazhin e makinës. Gjatë marrjes në pyetje të dy kanë shprehur pendes duke thënë se të gjitha veprimet i kanë bërë pasi pronari ka kërcënuar me armë. Ata kanë asgjësuar të gjitha provat e vrasjes duke djegur sendet personale, telefonin dhe rrobat e 31 vjeçarit në furrën e picerisë së hotelit.